do të lançojmë konkretisht edhe financiarisht, do të mbështesim një program për të krijuar kapacitete më domethënëse për parkimet, sidomos në qytetet me intensitet lartë qarkullimi, e patjetër duke pas parasysh këtu si prioritet qytetet dhe zonat që janë zona me ngarkesë specifike për shkak të turizmit, dhe programi i parkimeve është një program i veçantë që ka disa komponentë, të cilët do t'i detajojmë në konferencën përkatëse dhe për cilat të gjithë bashkitë do të kenë programin të shkruar në të gjithë komponentët. Dua të them që për parkimet kemi disa formula dhe përveç formulës financimi direkt të punës për ndërtimin e tyre përmes fondit të zhvillimit dhe krijimit partneritete me bashkitë, siç kemi disa raste suksesshme, si këtu rastin e Beratit, rastin e Gjirokastrës, që kanë lehtësuar jashtëzakonisht këto destinacione gjithmonë më të kërkuara të trashëgimisë sonë kulturore.